Gjithashtu transmeton Ibn Omeri, i cili thot mos më kon që kjo fjalë thot s'kish na dalë në treg asnjëherë. Se kanë pyetur pejgamberin Allahut, ka thonë cilët janë vendet më të dashura të Allahut, ka thonë xhamit. Vendi më i dashur, se përvojën tokës në xhami. Vendi thot më i keq, më i urrëtur tek Allahu është tregët, se dallaverët në treg bom. Mirë pa Abdullah ibn Omeri dilke në treg, e bajnë keni kruk, edhe u kthek. E pyetën Abdullah ibn Omerin pse po del ti, as ki e me shit, as ki e me ble. Pse po e ban një kruk në pazar? Tha vallahi një hadithi pejgamberit Allahut më ka motivu dal në treg. Cili hadith? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush del në treg, kalon në treg dhe e ban këtë dhikr dhe thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e thot këtë dhikr në treg, Allahu ja shkruan atij 1 milion sevap. Dhe Allahu ja shlin 1 milion gjunohe, dhe Allahu ja ngrit atij 1 milion shkallë në xhennet. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadil khair wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Por nëse se di, me thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e thot 1 milion sevap, 1 milion gjunohet vogla i shlirë, dhe 1 milion dërejgje. Kjo nuk ka që ishtë në treg, por është me hi edhe në një dugoj ku nuk përmenat Allah. Allah zhveresh ku ka njerëz janë preokupu me biznes, dhe ti shkon e përmen Allahun, e ngrenë tauhidin, besimin Allahun në këtë vend. Shmon nga qejtan.